Një aksioni task forces ndër-institucionale i përbër nga përfaqësues të policisë së shtetit, kufitare dhe asaj bashkiake, Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Kapitërnerisë, u përqendrua të mërkurën në kontrollin e të gjitha subjekteve private që ofrojnë shërbimin për pushuesit në plazhin e madh. Në fokusin e punës të task forces do të jetë i gjithë sezoni me mjetet lundruese që përdoren për sportet ujore. Koordinatori Task Forces, Olsen Kripshi, u shpreh rreth këtij aksioni. Pra institucionet të cilat ndërlidhin të gjithë punën e tyre për një sezon turistik sa më të suksesshëm, sa më të mirë menaxhuar dhe të mirë kontrolluar dhe padyshim që të gjithë me synimin e mirë për sigurinë e pushuesve, sigurisht vendës, por dhe për më tepër atyre tuaj. Kontrollet do të jenë të vazhdueshme, ju na shikoni sot, në fakt ne kemi nisur prej muajsh punën në mënyrë institucionale, por edhe në terren. Patjetër që do të kemi kontrolle gjatë gjithë sezonit turistik veror, që do të thotë deri me 15-20 shtator. Dhe përsa i përket numrit të vendbazimeve të miratuara me vendim të Këshillit Bashkiak këtë vit, janë 10 vendbazime, janë 2 vendbazime të reja që duhet theksuar, pra është zgjeruar gama e shërbimeve kundrejt pushuesve, është njëri në Gjirin e Lalzit, në plazhin pra përtej në veri të qytetit dhe në Currila, që është pjesa pra vendbazimi i ri. Kështu që në tërësi janë 10 vendbazime. Megjithse ndodhemi në fillim të sezonit turistik, plazhi i Durrësit është i mbipopulluar nga pushues vendas shqiptar të ardhur nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Gjatë aksionit u vëre se 190 roje bregdetare të certifikuara për të mbuluar në shërbim të gjithë vijën bregdetare, shumë prej tyre nuk ndodheshin pranë kullave të vrojtimit, Minqezin e të Mërkurës. Kullat janë të pajisura me të gjitha informacionet e nevojshme për pushuesit, por mungojnë rojat bregdetare. Atëherë, edhe ky është një element tepër i ndjeshëm, me të drejtë ju pyesni për sa i përket kullave të vrojtimit dhe vrojtuesve të plazhit, që janë një hallë qendrore për sa i përket sigurisë në plazhe. Janë të certifikuar 190 roje bregdetare, sikundër dhe kulla vrojtimi po gjithashtu. Jemi këtu edhe për këtë element, sepse edhe ky është një element tepër i rëndësishëm. Kështu që do të mbetet për të parë dhe për të vijuar të gjithë punën tonë në terren, sepse fundja për këtë është task forca ndërinstitucionale.